Cila ka qenë fjala më e vështirë që keni përkthyer dhe pse ka qenë kaq e vështirë që ta sjellni në shqip? Është një fjalë që akoma dhe sot, të paktën publikisht nuk e kam diskutuar se nuk kanë qenë rrethanat. Nuk kemi bërë një promovim të librit. Është një libër i botuar me shpinë Dukagjini, shpinë botuese Dukagjini të Prishtinës, një libër nga Marios Mikhailidis, autor me origjinë kipriote që jeton edhe shkruan dhe boton në Athinë. Titullin në origjinal e ka Osteophylax në greqisht. Osteophylax është homologja e fjalës ostuario në latinisht. Do të thotë osteon eshtër dhe phylax rojtar. Së ndryshe në Shqip do ishte rojtari i eshtërores, i vendit ku ruhen eshtrat sipas një tradite, eshtrat e të vdekur mbas X vitesh, 3, 7, 10, hiqen, vendosen në një kuti dhe vendosen në një magazin. Dhe aty ka një person përgjegjës, i cili është ky rojtari i eshtrave ose i eshtërores. Dhe desha që të mos bëja një frazë me emrin Osteophylax, është monolektik titulli. Atëherë desha të ruaj këtë veti të emërtesës dhe duke parë ato pak shembuj që ekzistojnë në gjuhën shqipe, mendova se do ishte mirë do ishte edhe e përshtatshme po dhe provokuese titulli të mbetej Eshtërojtësi. Dhe kemi dy r që takohen aty, por që nuk lexohen r, por lexohen r. Sikundër kemi kundër revolucionar, që janë dy r që takohen, fillrojtës, po që nuk janë dy r, gjithsesi kemi shumë pak shembuj të tillë. Është një kështu bashkim me pringjitje që e njohim në morfologji. Dhe kjo fjalë, përveç se më ka hapur shumë debate, qoftë me botuesin, qoftë me redaktorin, qoftë me përgjegjësin e kolanës, u vum në pozitën ku thash shiko, nëse më propozoni një ide më të mirë, okay, do ta pranoj propozimin, por përndryshe do mbetet eshtërojtësi. Është kjo një bisedë për të bërë edhe me të tjerë njerëz, mirë filli në planin filologjik. Çfarë bëjmë me këtë fjalë? Sepse libri nga ana tjetër është i gjithë sigurisht fiction, por në gjithë shtrirjen e tij, në gjithë tekstin ka shumë fjalë të tilla, neologjizma, të cilat nuk ekzistojnë në greqishten të asnjë kohe, i ka shpikur vetë autori, është një shpikës i mrekullueshëm neologjizmash, të cilat nga ana tjetër nuk i hasim askund, matan librave të vetë autorit, i hasim vetëm aty. Dhe ishte ashuroj si një nga fjalët, por ka dhe fjalë të tjera, të cilat më është dashur të gjej mënyrën se si t'i rindërtojmë në shqip, duke pasur parasysh backgroundin nga i cili magjen ku e ka futur dorën autori dhe ka krijuar neologjizma, do përpoqja edhe unë të bëj të njëjtën gjë. Autori është bazuar në tekstet e liturgjikës së kishës së lindjes apo traditës bizantine, domethënë ato tekstet e kishës ortodokse që përdoren akoma dhe sot në Greqi, në greqisht. Atëherë edhe unë shkova dhe pash tekstet e Fanolit që janë përkthime të këtyre teksteve në gjuhën shqipe dhe futa edhe unë dorën në tekstet e Fanolit për të mbledhur ide. Kështu lindën ca neologjizm që janë brenda librave, që nuk i mbaj mend tash, nuk duhet të hartoj edhe unë një listë, po janë disa. Por fjala më problematike ishte titulli, Eshtërojtësi. Dhe akoma debati është pezull, por nuk ka dalë më tan. Nuk është një debat publik dhe nuk besoj që ka ndonjë arsye për të bërë debat publik. Është thjesht një ide, është një eksperiment i një përkthyesi që ka dhe ndjen dëshirën për të ngacmuar.